Për pjesa më e madhe po kanë qeshur. Cili është finaliteti politik i Agronshet? Çdo herë që kam shfaqur një ambicje, për pjesa më e madhe po kanë qeshur. Do të bëhet ky, do të bëj universitetin ky, pastaj do të bëj biznesmenin ky, pastaj do të bëj biznesmenin e madh ky, nuk u kënaq. Dhe tani jemi në fazë do të bëj deputet ky, pastaj do të bëj parti ky, do të hyj në parlament ky, do të japi Shqipërisë një opozitë të vërtet ky, do të bëhet kryeministri i parë i Shqipërisë i pakorruptuar ky. Unë jam mësuar me këtë. A pse synon bësh kryeministër? Po pse çka kujtohet, çfarë po bëjmë? Qëllimi i partisë Mundësia është i japi Shqipërisë një qeveri të pakorruptuar. Pastaj do jem unë dhe kur do jetë, apo do jetë Barbara Doda, apo do jetë Erald Kapri, apo do jetë një politikan i ri që do shkëlqej edhe na bëj hije të gjithëve, këtë nuk e di. Por unë di që projekti politik i partisë Mundësia është